Rasti më flagrant që unë jam habit dhe kam kërkuar dhe përjashtimin, po e përmend domethënë, është rasti Ina Ramës. Duke parë në media doli Ina Rama. Kur e kisha në KPA, e shoh Ina Ramën më rezultoi kishte dalë fytyra e saj tek lista e bashkëpunëtorëve të shërbimit sekret. Më kujtu filmi me Colin. Po ta kesh parasysh, zoti mësues, ai është spion. Më kujtu vrasje e Colit. Në këtë moment unë vendosa do kërkoj përjashtimin, vetëm se është antar e shërbimit informativ shtetëror. Me ligj nuk lejohet antarët e bashkëpunëtorët e vettingut që t'jenë aty. Pra kam kërkuar përjashtimin se është antar e shërbimit sekret. Plus dhe çështjeve tjera, kam pasur konflikt me Ina Ramën. Shërbimi sekret shqiptar. Po pra, sepse ligji është i tillë në organet që i japin drejtësi, ti s'mund të kesh bashkëpunëtor shërbimi, se nesër vjen me dosin e bashkëpunimit e thot, ata handin kres, ose tjetër që mund të jetë dhe bashkëpunëtor, ose edhe rasti Veli.